Arsimtari i edukatës fizike përdhunon nxënësen e tij 14 vjeçare në fshatin Debresh. TB, 29 vjeçari, ka mbajtur nën presion dhe kërcënim psikologjik vajzën 14 vjeçare, nxënësen e tij, duke e kërcënuar se në qoftë se ajo nuk do të mbajë kurse private me të, do të ketë pasoja të rënda. Në një dhunë psikologjike, vajza është detyruar që tek mësuesi të shkojë në kurse private. Ai e ka marrë me veturën e tij përpara 3 ditëve dhe e ka dërguar deri tek një shtëpi e një familjari të cilët nuk kanë qenë në atë shtëpi. Ai në forcë ka marrë vajzën që nga obori dhe e ka detyruar që të shkojnë në shtëpinë në të cilën edhe e ka përdhunuar. Ekspertiza mjekoligjore e ka vërtetuar të njëjtën, andaj TB, 29 vjeçar, arsimtari i fshatit Debresh, është arrestuar nga policia e Gostivarit dhe aktualisht është në mbajtje. Raportimet e fundit po dëshmojnë se numri i pedofilëve është në rritje. Kujdes prindër.